Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i Lëvizjes vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pestë e vetvendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike. Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizja vetvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidentën, e ka ushtruesën e detyrës presidentes Albulena Agjiu. Krahas asaj ai deklaroi se legjislatura 11 duhet të fillojë sa më shpejt dhe ka paralajmëruar takime dhe bisedime me të gjitha partitë në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranon se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë e pabarabartë. Përkundër kësaj gare të pabarabartë, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve. Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bartës e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes. Lëvizja vetvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime. Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, kritikoi lëvizjen vetvendosje gjatë konferencës për media pas përmbylljes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës parazgjedhore duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor. Me 20 mandate LDK është e stabilizuar, me 20 mandate LDK e Kosovës ka një të ardhme shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plot qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur. Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i kryetarit të Aleancës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falenderoi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhjen e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfisht. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betejë elektorale jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. I jep dorëheqjen nga mandati i deputetit kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapur kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij, duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Bazuar në rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 7 qershorit të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, ku nuk janë përfshirë votat me kusht, ato me post, si dhe në përfaqësitë diplomatike, lëvizja vetvendosje, e cila ka fituar 42.91% të votave, do të ketë 48 deputet në Kuvendin e Kosovës.
Partia Demokratike me 22.12% të votave do të ketë 24 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.58% të votave do të ketë 20 deputet dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.16% të votave do të ketë 8 deputet. Për pakicën serbe ja rezervuar 10 vende si dhe për pakicat jo serbe 10 mandate deputetësh. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë përshtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse. Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë e rregullt, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe jo shumicë. Megjithatë, vështirësi gjysore të shkaktuara nga përfaqësimi pa mjaftueshëm i komunitetit që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet. Ndër të tjera, i vlerësoi se rënia e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa buri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjuhësisë në procesin zgjedhor. Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrijnë kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit. Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt të institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi e marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Europiane për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Europiane për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është me rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahas asaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euro-atlantik dhe europian. Koalicioni bashkëqeverisës vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore. Shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit të përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndeti përfundimin e procesit zgjedhor dhe bën thirrje që menjëherë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot Lidhja e Bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore dhe ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetencë SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnesti. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit GKKO përfitojnë nga kjo amnesti. Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe e pacënuar. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doi, i pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë. Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyj ata njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të reintegrohen edhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e parashikon eni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar. Projektligji i amnistisë parashikon lirim menjëherë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me 1 vit përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë të miturit përfitojnë 1 vit e gjysmë. Krahas asaj, pushohet procedimi për vepra të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnestia të gjitha ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit. Partia Demokratike depoziton në kuvend një paketë ligjore mbështetur mbi kërkesat e protestuesve në Tiranë kundër investimit në Zvërnec. Në të përfshihet shfuqizimi i ligjit për investime strategjike për zonat e mbrojtura për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmet Bardhi deklaroi se 4 nismat ligjore bashkojnë interesin e qytetarëve të cilët këtë herë kanë bindje të ndryshme politike ose nuk i përkasin asnjë partie. Pa ligjin e investimeve strategjike që shpërndan copat Shqipërisë të një grushk oligarkësh dhe klientësh të Edi Ramës, pas një diskutim, Shqipëria do të jetë më e mirë. Pa ligje që i japin qeverisë mundësinë të cënojë zonat e mbrojtura apo zonat malore apo trashëgiminë kulturore dhe interesin publik, pas një diskutim, Shqipëria do të jetë më e mirë. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancin 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të udhëheqë Kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike, duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e Kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme, e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me përgjegjësi dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi. Kryeministri Istria Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumator që duhet harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetëror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit. Të sigurohet një çmim mesatar energjisë elektrike, i cili unë jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.